Dua të përshëndes nga zemra një ndjeksen time në TikTok, e cila në këtë moment po lufton me kancerin. E dashur ndjeksja ime, thuaj vdekjes jo, sepse gjuha shqipe i ka thënë vdekjes jo. Gjuha shqipe mbijetoj, dhe sot do ta mësojmë se si mbijetoj ajo. Një nga miqtë e mi në Greqi më tregon fjalën arvanitase, cinor që i thon qerpikut. Nuk mund ta besoja. E kërkova tek arbreshët dhe më dërguan mesazh që qerpikut i thon cinur. Nuk doja ta besoja. Mbeta pa gjumë gjithë natën. Dhe sot në mëngjes shqyrtoj fjalën sinor në gjuhën shqipe. Vjen nga gjuha greke synoron. Fjala synoron, mbas shekullit të 4 të erës son, është bërë sinoron. Kjo fjalë në greqisht vjen nga sin, që do të thot me ose bashkë, dhe oros i thon kufirit. Pra, sinor i thon kufirit të arës në gjuhën shqipe, i thon kufirit të arës në gjuhën arvanitase, i thon kufirit të arës në gjuhën arbreshe, dhe i thon kufirit të arës në gjuhën greke. Është një emër i gjinisë asnjanse, por emrat e gjinisë asnjanse në greqisht janë bërë emra mashkullor në shqip. Po ky nuk është lajmi më tronditës. Pikërisht, në një dialekt grek që flitet vetëm pranë anvarnitasve në Greqi, emri i qerpikut është Matocinora. Po çka ndodhur? Grekët nuk e shpjegojnë dot. Ata dinë që është vetëm mati, syri. Po pse është cinora? Cinora është në numrin shumës, cinoro është në numrin njëjës. Grekët nuk e shpjegojnë dot. Dhe unë e gjeta me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Kjo quhet në gjuhësi krasis. Ka ndodhur edhe në shqip, edhe në gjuhën greke. Çfarë është krasis? Është përngjitja e trajtës së shquar me emrin. Në gjuhën greke të lashtë është to sinoron. Është bashkuar to sinoron dhe ka dhënë sinoron, e cila është regjistruar në gjuhën arbreshe. Arbreshët në Itali nuk kanë ardhur nga Shqipëria, që të gjithë kanë ardhur nga Greqia. Dhe kjo provohet me fjalën cinur. Përngjitja e formës së trajtës së shquar të greqishtes me emrin sinor ka ndodhur vetëm në gjuhën arvanitase dhe në gjuhën arbreshe, në të gjitha dialektet arbreshe. Edhe ne do ta kemi patur këtë fjalë, sepse në gjuhën shqipe kjo fjalë është zëvendësuar me fjalën qerpik, që vjen nga turqishtja kirpik. Por para se të vinin turqit, ne e kishim fjalën për qerpikun. Askush nuk e dinte nga vinte. Kamarda mendonte se vinte nga latinishtja kilium ose cilium, i thon qerpikut, por është me burim tjetër nga greqishtja matocinora. Fjalë për fjalë kufiri i syrit. I thon dhe vetullës. Dhe tani lajmi i tretë i llahtarshëm.
fjala shqipe syni dhe në gjuhën arvanite është sini, ka ardhur nga shkurtimi i tokfjalshit mato to synora, fjalë për fjalë kufiri i syrit. Por fjala mati është rëzuar, pra, në gjuhën arvanitase dhe në atë arbreshe dhe ka mbetur vetëm synora, që u shkurtua dhe më tepër në syni, dhe cinor qerpiku. Edhe fjala syni, edhe cinor ose cynor kanë ardhur nga mato to synora. Nuk ta merr mendja. Këtë zbulim nuk e bënte dot inteligjenca kompjuterike. Këtë e bëra unë sot, gjatë natës, pa fjetur gjuhën fare. Pra, syni i shqipes është pjesë e tokfjalshit të greqishtes me. Ose bashk. Kjo është shumë të rënditëse. Dhe ka qenë emër i gjinisë asnjanse në greqisht, është bërë emër mashkullor në shqip. Një lloj si fjala sinori, nga sinoron. Po t'ishte Jokli gjallë, ai do pinte një kafe me mua sot. Por unë do ta pi këtë kafe në TikTok në mbrëmje, sa atëherë diskutojmë në darkë mbas orës 9 të darkës, çdo mbrëmje në rrethin ton 4 orë në TikTok, në një bisedë të drejtë për drejtë me njerëz të apasionuar për gjuhën shqipe. Janë nga Italia, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, të gjithë mblidhen, janë kaq të edukuar, kaq të mençur, sa që unë aty e ndjej vetëm si nxënës, jo si profesor i gjuhës shqipe. Unë e realizova ëndrrën e studentëve të dhjetorit. Sot, unë kam gjetur fjalën syni, që vjen nga pjesa e tokfjalshit bashkë me syrin në greqisht. Unë kam gjetur fjalën origjinale qerpiku, cinora. To sinoron. Ka dhënë cinora. Cinori në gjuhën arvanitase. Edhe në atë arbreshe është cinur. Deri më sot asnjë autor arbresh, as Kamarda nuk e shpjegon të dot këtë fjalë. Sepse kjo fjalë është shkurtim i tokfjalshit mato cinoro në greqisht. Shqipja i shkurton fjalët. Një lloj si kabalos në kal, amikus në mik, medikus në mjek. Kjo është kundër çdo lloj përfytyrimi, sepse nga fjalë më të shkurtra mund të vinë fjalë të gjata. Gjithmonë në gjuhën shqipe, nga fjalë më të gjata vinë fjalë më të shkurtra. Dhe kjo provohet me fjalën drilon, që është bërë emri drinit. Ne jemi kombi drilon. Ne vim nga Shqipëria, nga Iliria, por ne I kemi shkurtuar fjalët Helene. Është çmendori. Nuk I shkon njeriu në mend që mund të jemi kaq budallënj. Dhe tani e kuptohet se çfarë na ka shpëtuar neve. Idiotësia. Jemi kombi më idiot në historinë e njerëzimit. Nga mato cinora ka dalë cinor, qerpik, cinor, në gjuhën arbreshe qerpik. Dhe fjala qerpik ka ardhur nga turqishtja, ka zëvendësuar këtë fjalë. Por çfarë tregon kjo? Që gjuha shqipe ka lindur në një territor ku është folur greqishtja. Se s'ka fjalë tjetër për qerpiku. Nuk ekziston.
Unë kam gjallur të vdekurit, në fakt, kam bërë apokalips. Pa dashje kam vërtetuar që ilirët kanë folur helenisht. Do t'i shikoni filmat e mi. Po a janë Helenët gjyshin tanë? Nuk e di. Unë them se jo. Por provat janë që ne i shkurtojmë fjalët. Kemi krijuar fjalën syni nga fjala pranë kufirit në gjuhën greke. Syn oros, pranë kufirit, në kufi. Dhe qerpiku pra është në kufi të syrit. Është metaforë greke. Nga kjo ka dalë fjala syni, ka dalë fjala qerpik, cinori, cinuri. A jam unë i gëzuar? Unë jam i gëzuar që ndjekësja ime, që po lufton me kancerin, ajo pa që gjuha shqipe mbijetoj dhe ndoshta kjo do ta ndihmoj që ta mposhti kancerin. Dhe këtë ju uroj të gjithë shqiptarëve që janë me kancer, që janë sëmurur nga mbetjet kimike që ka marrë regjimi komunist për të mbijetuar nga Italia dhe që janë sëmurur mbas viteve 90 me shumicë shqiptarët. Pra regjimi komunist ka shfarosur shqiptarët dhe po shfaros dhe sot. Gjuha shqipe mbijetoi dhe unë i uroj ndjekësës time në TikTok që të mbijetoj. Dhe të gjithë shqiptarëve që janë pa qef, duaj që të mbijetojnë. Thuaj vdekjes jo. Kjo do jetë parolla e revolucionit intelektual. Faleminderit dhe ju ftojmë në diskutime të tjera në TikTok drejt për drejt në rrethin ton 4 orë çdo natë. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Fuqia ime është fuqia e ndjekësve të mi. Ju faleminderit.